Jepim sheja si ka të më këthy dhe po të këthejmë. Jo, po nuk më fut minorja në thes. I vetëmi faktor që ka ndikuar që mos më morë është frika, që i prish balanca. Fatmir Limen Hashim tha që me zi e ka menagju. Me menzi e ka menagju. Se Fatmir Limen e ka egon e vetë, e bën lojën e vetë ku do që është. Na e dimat punë. Me zi Hashim tha që ka rrit me menagju në kohrat e ndryshme, e le mo këta këtu që janë tash. Do të është thjesht dhe vetëm se Fatmir Limen me siguri kishë marrë vota shumë, sepse ekziston gjaj elektorat i lidhur me luftën, e natyrisht kura i kishë marrë vota shumë, a i silë ndryshe. Pra i kishë prish balancat. Pra është thjesht e vetëm luft për kontrolin e pushtetit në parti, që unë nuk pe gjykoj, as moralisht, as pse kanë bo mirë, as keq, ata e din vetë. Ata kanë morë vetë vendimet, ata e din se çfarë rezultatesh. Atëherë blerim nëse është kështu, po të këja pas ka vepru mirë. Nëse ti je stabil me që ato ekuilibrat mrena, pse me mshu vetës altin kom? A mon tash nuk e dim a janë të ekuilibra? Kur je rahat ti, a mon nuk e dim a janë ekuilibra individual, a janë ekuilibra të partit? Mas 13 vjetë, mere këthejë një belo mrena. Për shembull, një prej komenteve me njerëz për të kësë që kom folë sot, pra ju gjykoni, pra ata thonë diçka. Mas 9 shkurtit, Fatmir Limaj dul për jakës, tentoj me bo një koalicion me vetë vendosje. Kur nuk arriti, u tha që u boni një marrëveshje me LDK-n. Pra ka ndalë Bemir Abdigjiku dhe aj, duke kur shkryë dhe aja formë që nuk u arrit marrëveshja me LDK-n, pastaj presioni ka qenë që të bëhet me PDK-n. Pra, qysh munën këta njerëz, ta pyetjet me ta që kom folës, tash si më ja bëj sot. Duket qartë që mos besim. Sepse duhet me të kthyna. Unë mendoj se çështjen e Limajt PDK mundet me zgjidhje veç Hashim Thaçi. Edhe i takon se ai me Hashim Thaçin, për shkak të Hashim Thaçit ka dalë. Veç Hashim Thaçi mundet me zgjidh atë çështje. Këta akuza është s'po lën Memli, s'po lën Oroni. Fatmir Limaj pse nuk vën PDK? Për shkak të Hashim Thaçit. A ka dalë për shkak të Hashim Thaçit? Le ta kthen Hashim Thaçi ja bet ku të kthehet. Kështu që pra, se kanë nxjerr këta. Edhe s'ka pas fuqi. Edhe s'ka pas fuqi. Kanë nxjerr Hashim Thaçi. Që kjo është moralizim i s'ka shumë i çështjes, se me qenë kështu shpëthu, atëherë Orhan Ismaili nuk ishte dashur me bë koalicion me përparim Romën. Se në fushat e ka shoh s'kalon xhon pa i dhënë. E thashtë e boni koalicion. Pra është e mundshme me një njeri që ka vite tona që logjiko kanë amon bllokun që një vjet. Ato janë dy parti që shkojnë interes. Ka muje që ke posë ato që logjiko kanë amon bllokun neve. Ato janë parti që kanë interes. As përparim Roma, as Orhan Ismaili s'po duhet me ndru partit. Po bro, as nuk e ka marrë një tjetër, ata e gabojnë marrëveshje për partitë. Nëse standardi me gjyku dikon. Nëse standardi është me gjyku dikon çka ke thonë ti për mua, çka ke bëti në raport me mua, atëherë që ky standard nuk vlen te rasti i Prishtinës. Natyrisht, çdo situatë nuk është si më thonë e krahasueshme, se më thonë sy për sy, mirë po do më marrësh logjike. Prandaj justifikimi për vendimin e Prishtinës, sikur se secila parti politike është shtëpi në veti, i kanë strukturat, i kanë organet që marrin vendime, edhe ata e kam lësuar që PDK nuk më dashur më shumë se ata. Ata kanë shumë zgjidhje. Ka paftërsinë këtë çdo. Edhe unë jam i bindur që PDK-ja nëse e kish kalkuluar në terma pragmatik me thon, hey të morën Fatmirin se na i bën 100.000 vota, e kishin marrë. Ata kanë kalkuluar që nuk po na vijnë, nuk jena në zor, edhe na i ka bërë domë gjatë këtyre viteve. E kena pas kundërshtar, kështu që nuk po dojna. Ka diçka për shembull për këtyre me blirimin stok. Për këtyre atlarëve që sot thonë PDK me kthy Fatmir Limin, që janë po themi themelues të PDK-s. Këta kanë për zonë Fatmirin, ose Fatmiri ka dalë për shkak këtyre. Nuk është për zonë. Vista përfundoj. Pra problemi i Fatmirit me PDK-n është për shkak të atyre.
jashtimthasjet të tjerëve. Nuk ka problemi këtyne që tash po paraqitin dhe me jënë do djem tri aty që do kullera që puna qesin të lashën njerë për fatmirin. Kanë mujtë me këthi ta, kanë mujtë me këthi ma herë ta. Vetë përdorimi të grupi Prishtinës në kupton që Roni, Memli, këta kanë kënë zonë, këta le ta këthejnë, këta se kanë këthy. Këtojnë asmerit më është me mrana për dëkës. Që ka qaktu ata. Që ka djemë të ri, asë nuk i kanë marrë vesh Na atë. po moralizojmë shumë këtë rast. Shiko, është drejtë e tyne, me thonë, shiko zëtni, unë tash jam këtu kryetar, ose nën kryetar, ose sekretar. Edhe unë po menoj që ti nuk dush me u kthy. Do të thotë është... Qysh ja kanë thonë se? Po, krejt okej është aja punë. Na, unë nuk po du tash me më moralizu, a kanë bo mirë, a kanë bo keq. Është vendimi tyne, edhe zgjedhjet do ta tregojnë, a ka qenë vendimi mirë, apo ka qenë i ka. Krejt kjo ka ardhur, do më kjo çështja e kthimit të Fatmirit, si rezultat i një klime që u kriju me kthimin e Vjosa Osmanit të LDK. Që po kthehet Vjosa Osmani LDK, po kthehen ata, ta bëjmë në një lloj ribashkimi në PDK dhe kështu ka lind çështja e kthimit të Fatmir Limaj. Deri para 3-4 ditë ose një javë që është diskutuar kjo çështje. Se nëse do të kishte diçka serioze këtu. S'ka pas kur farë komunikimi. S'ka ndodhur kur farë takimi. Kështu që me kritika për shembull sot unë i pa shumë njerëz në për rrjetet sociale me mllef edhe me emocione të reagu ndaj vendimit të kryesisë PDK-s mos me kthy Fatmir Limajn. Unë mendoj që e kanë gabim sepse ato emocione, ai mllef, jo vetëm ndaj PDK-s, po edhe ndaj LDK-s, edhe partive tjera do duhej me orientu të këto parti se çfarë opozite kanë bërë gjatë kësaj kohe, çfarë platforme politike kanë, çka prezantojnë, çysh kanë me emujt Albin Kurtin, çka kanë me bë. Edhe jo këta me vajtu ton ditën në Facebook se këtu Fatmir Limajn. A ke shpresa për të kësë pas ka me që ato 15.000 vota? Nëse ka me, që ta përsheni si fundin e PDK-s, po që 15 vjetë se keni Fatmir Limajn në PDK, edhe keni mbjetu, keni marrë poshtet, keni marrë qeverisë. Shiko, është edhe një çështje tjetër. Kritika e tyre do të më u drejtu me Drejhamzës për të bërit opozit. Nuk jetu i ditë me bo, ta e ki gabim, do të me lyp emra të ri, qëllimi tash me bo çështje të fushatës. Po qëllimi është, strategia është me bo çështje të 13 vjetë se ki kthy atë njeri, ki qenë aty në PDK në vendimore se ki kthy, tash hajde ta bëj. Okej, bjen me qu ujnë në kundërshtar të PDK. Është një çështje tjetër. Çka është më rëndësi në zgjedhje, kur mbahen fushatat, ngjarjet që i prodhojnë subjektet. Ngjarjet rreth cila pastaj mobilizohen njerëzit. Shikoj, LDK-ja, mirë ose keq e ka prodhuar një ngjarje. Kjo bashkimi me Osmanin, po. Temë në këtë zgjedhje. Është kurreshtje, është do të thotë vëmendje njerëzve. Çfarë efekti do të prodhoj Vjosa Osmani? Do të thotë vetvetiu e në mënyrë spontane, LDK-ja është në ngjarje, është në qendër vëmendjes. Çka kish mujt PDK